të shkojmë tani në një lidhje të drejt për drejt. Në këto momente me kolegen Esiona Konomith dhe do të marrim më shumë detaje dhe informacione pasi presidenti i Republikës Bajram Begaj ka nisur takime konsultative me krerët e institucioneve të drejtësisë gjatë ditës së sotme. Konkretisht, kë ka takuar në zyrën e tij presidenti i Republikës pas ngjarjes së rëndë që ndodhi me vrasjen në sallën e gjyqit në gjykatën e apelit të gjyqtarit Astrid Kalaja. Përshëndetje Esiona. Të përshëndes në Ertil, presidenti i Republikës është njëkohësisht dhe kryetari i Këshillit Kombëtar të Sigurisë. Ka patur këto ditë dhe thirrje të ndryshme se ky këshill duhet të ishte mbledhur pas vrasjes në sallën e gjyqit të gjyqtarit Astrid Kalaja. Por një mbledhje e Këshillit të Sigurisë Kombëtare nuk është thirrur, megjithatë presidenti i Republikës, siç ka mësuar për televizion, ka takuar disa nga krerët më të lartë të drejtësisë, duke zhvilluar me ta konsulta nëse duhen bërë hapa nga ana e presidencës për të shtuar nivelin e sigurisë të gjyqtarëve dhe prokurorëve gjatë punës tyre si në sallën e gjyqit si jashtë saj. Siç jemi më informuar, ka patur takime me kreun e Këshillit të Lartë Gjyqësor, me inspektorin e lartë të drejtësisë dhe po ashtu me kreun e gjykatës së lartë. Ndërkohë që aktualisht po flasim brenda në presidencë prej disa minutash është kreu i SPAK-ut Altin Dumani, i cili po zhvillon një takim po ashtu konsultues me presidentin e Republikës. Nuk do të kemi mundësi që të flasim zotin Dumani kur ai të dalë sepse ka hyrë në makinë, do të dalë në makinë që andej, por do të shohim se presidenti i Republikës në fund ditës do të ketë ndonjë veprim për të ndërmarrë pas këtyre konsultimeve që po zhvillon me krerët e lartë të drejtësisë, ndërkohë që ka edhe të tjerë që pritet të takojë sot dhe në vazhdim në një synim për dëgjuar sa më shumë eksponentë të drejtësisë dhe për të parë nëse presidenti mund të bëjë një lëvizje që mund të ndihmojë dhe të kontribuojë që ngjarja ndodhur të hënën të mos përsëritet dhe që gjyqtarët dhe prokurorët të punojnë në kushte më të sigurta në mënyrë më të vazhdueshme. Vetë Altin Dumani është në përfundim të mandatit dhe vetëm pak ditë më përpara qeveria vendosi që ai të mbrohet me një nivel të lartë sigurie edhe 3 vite pas përfundimit të mandatit. Një shenjë kjo që kur prokurorët apo kryeprokurorët apo gjyqtarët mbarojnë mandatin të mos i lëmë në rrugë dhe të mos i ekspozojnë të pambrojtur ndaj eksponentëve kriminale apo individëve të cilët ai ka marrë përpara drejtësisë. E qartë. Mirë, Esiona, unë të falenderoj. Faleminderit për këtë raportim të drejt për drejt. Ndërkohë